lutje në raste brengosjeje, pikëllimi dhe fatkeqësish. Mërzitja dhe brengosja janë ndjenja nga të cilat nuk shpëton kush në këtë dynja. Por muslimani nuk duhet që të lërë pikëllimin që ta pushtojë dhe udhëheq në jetën e tij. Besimtari, me ndihmën e Allahut të madhëruar, duke bërë lutje dhe duke përmendur atë shumë, i largon këto ndjenja që ja pushtojnë zemrën dhe mendjen. Nëse të ka kapluar pikëllimi, mos e lër që të kaplojë edhe urën lidhse midis teje dhe krijuesit. Mjekimi më i mirë për largimin e brengosjeve dhe mërzitjeve është ripërtëritja e besimit, përtëritja e shehadetit, sinqeriteti me Allahun e madhëruar, largimi nga shokdhënia. Lutja më e mirë është ajo që bëri Yunusi në barkun e peshkut. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut, i pa të meta është ai. Unë me të vërtetë isha prej gjunaqtarëve. Nuk meriton të adhurohet askush dhe asgjë tjetër përveç Allahut të madhërisëm. S'ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut, Zotit të Arshit të lartë. S'ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut, Zotit të qejve dhe tokës dhe Zotit të Arshit fisnik. Këtë lutje, profeti paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, e bënte në raste vështirësie e kur ishte i mërzitur. Në të vërehet qartë njohshmëria e Allahut dhe se robi duhet të lidhet vetëm me Zotin e vet dhe të mos i bëj kurrë shirk atij. Allahu është Zoti im dhe unë nuk i bëj atij shok asnjë gjë. Profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ja mësoi këtë lutje Esma bint Umeisit, që ta thoshte në raste pikëllimi. Nuk ka forcë dhe ndryshim përveç se me lejen e Allahut. Kjo lutje është një nga thesaret e xhenetit. Largimi së keqes apo përfitimi ndonjë të mire nuk vjen vetëm se prej Allahut të plotfuqishëm. Na mjafton Allahu dhe ai është më i miri mbështetës. Këtë lutje e tha Ibrahimi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, kur e hodhën jo besimtarët në zjarr. Këtë lutje tha dhe Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, kur dëgjoi se fiset arabe ishin mbledhur për t'i sulmuar. Allahu i madhëruar ju përgjigj të dyve. Te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Le të përgëzohet thënësi i kësaj lutjeje, sepse Allahu thotë: Përgëzojini durimtarët, të cilët kur i godiste ndonjë e keqe thoshin: Te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Përgëzimi i tyre vjen në 3 gjëra. Ata kanë mbështetje prej Zotit të tyre, mëshirë, dhe ata janë të udhëzuar. Bekare, ajeti 157. O Zot, më shpërblen në fatkeqësinë time dhe ma kompenso me më të mirë se ajo. Transmeton Ebu Dauti. Umu Seleme thot se e ka dëgjuar profetin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të thoshte: Nuk ka musliman që e godet një fatkeqësi e thot: Atë që e ka urdhëruar Allahu, te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. O Zot, më shpërblen në fatkeqësinë time dhe më kompenson me më të mirë se ajo, dhe vetëm se ja kompenson Allahu me diçka më të mirë. Kur vdiqe Ebu Seleme, thash: Kush do të jetë më i mirë se Ebu Seleme? Por unë e bëra lutjen dhe Allahu ma kompensoi me profetin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, për burr. O gjalli, i përhershmi, me mëshirën tënde kërkojmë ndihmë. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot se profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, e thoshte këtë lutje në raste brengosjeje, pikëllimi. Ai kërkonte ndihmë vetëm Allahut në çdo problem që kishte. Dihet se vetëm Allahu është ai që i zgjidh problemet dhe i largon brengat dhe pikëllimet. Ibn Taymije thot se kush e lut Allahun me 2 emrat e tij, i gjallë e i përjetshëm, i ngjallet zemra dhe kurrë nuk i vdes. O Zot, mua më ka prekur fatkeqësia dhe ti je i mëshirshmi i mëshiruesve. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kjo është lutja e Jubit. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, kur i erdhën sprovat njëra pas tjetrës. Nuk kishte gjymtyr dhe organ të shëndosh përveç zemrës dhe gjuhës, me të cilat përmendte Allahun e madhëruar. Kujtoje Jubin kur ju lut Zotit të vet: Mua më ka goditur fatkeqësia, e ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Allahu ju përgjigj lutjes së tij. Ne ju përgjigjëm atij. Ja larguam mjerimin që kishte dhe ja kthyem familjen të dyfishuar në numër. Këtë e bëm nga mëshira jon dhe që të jetë për kujtesë për ata që na adhurojnë. Ibn Kaimi thot: Kjo lutje përmbledh vërtetësinë e njohshmërisë së Allahut të madhëruar, ndjenjës së fukarait, nevojtarit për Allahun e madhëruar, shijen e ëmbël të dashurisë për Allahun e madhëruar, ndërmjetësimin tek Allahu me emrat e tij të bukur.
Allahu është ai që sprovon dhe ai është që i largon sprovat. Është e provuar se kush e thot këtë lutje 7 herë, duke i ditur domethënien e saj, i largohen fatkeqësitë. Dhe vetëm durim, Allahut i kërkoj ndihmë. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Lutja të dërguarit të Allahut Jakubit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Djemtë e Jakubit e hodhën Jusufin, vëllain e tyre, në një pus, duke mashtruar baban e tyre se e hëngri ujku. Dhe sollën këmishin e tij të përgjakur me gjak të rrem. Ai tha: "Nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka tjetër nga sa thoni. Por durim. Allahut i kërkoj ndihmë kundër asaj që po tregoni ju." Durimi i mirë është ai durim i cili bëhet pa ankesa dhe pa nxjerr fjalë që nuk e kënaqin Allahun e madhëruar. Të njëjtën lutje tha dhe Aishja: "Allahu qoftë i kënaqur me të, kur shpifen ndaj saj." Ajo tha: "Nuk ju them vetëm se atë që tha babai i Jusufit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ta, por durim. Allahut i kërkoj ndihmë kundër asaj që po tregoni ju. Unë çështjen time ja lë Allahut, sepse ai i sheh vërtet robërit e vet." Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Besimtari nga populli i Faraonit e bëri këtë lutje kur populli i tij e përgënjeshtroi Musain: "Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Unë çështjen time ja lë Allahut, sepse ai i sheh vërtet robërit e vet." Dhe Allahu e ruajti atë prej të këqijave dhe kurtheve të tyre, ndërsa i tharët e Faraonit i kaploi dënimi i vrazhd. Allahu i madhëruar e dënoi popullin e Faraonit me mbytje në dynja dhe me zjarr në ahiret.